Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për protestat masive që kanë zhvilluar studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, protestat që janë bashkuar po ashtu edhe studentë nga Tirana, por edhe nga trevat e tjera shqiptare. Për të diskutuar mbi këto zhvillime, kemi të ftuar analistin nga Maqedonia e Veriut, zotin Alajdin Ismani. Zoti Ismani, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit për komunikimin. Ka qenë protesta masive, protesta që kanë ngjallur edhe një lloj frymëzimi në mbar popullin. Protesta legjitime apo jo, që po bëhen nga studentët në Shkup? Në fakt, kjo nuk është vetëm një protestë studentësh, kjo është një akuzë e rëndë morale e cila po bëhet nga sistemi për disa dekada të vazhdueshme. Në fakt, kjo është një akuzë e rëndë të cilën u bëhet studentëve shqiptarë. Në faktikisht gjatë gjithë kësaj periudhe të kaluar sistemi për shumë dekadash po i llogarit shqiptarët si shoqëri e dorës së ditë. Në fakt studentët nuk kërkojnë asgjë më tepër përveç se një diçkaje që është shumë elementare. Dhe në qoftë se në vitin 2026 një student kërkon që provimi i jurisprudencës të jepet në gjuhën e tyre amtare, kjo nuk ka të flasë dhe të bëjmë me standarde akademike, por kjo ka të bëjmë me një pabarazi institucionale. E gjitha kjo është dhe faktikisht politizohet nga partitë politike shqiptare, ku këtu aq më pak të drejtë kanë që të marrin pjesë apo t'i dalën zot kësaj kauze partitë politike shqiptare, sidomos është një hipokrizi e madhe dhe jo korekte që partia në opozit, partia e BDI-s përndryshe koalicioni Aki t'i dalë për zot për kësaj kauze, kur këtu kemi parasysh që për 23 vite radhazi, duke i pasur të gjitha ministrit, drejtorit dhe shumë kompetenca, nuk arriti që të bëjë legalizimin apo thënë më sakt që studentët shqiptar provimin e jurisprudencës ta japin në gjuhën shqipe, e cila është një e drejtë shumë elementare. Aq më tepër dhe është për të ardhur keq sepse as partitë në pushtet, partitë politike shqiptare që janë aktualisht pjesë e pushtetit, nuk mund të fshihen as ata pas justifikimeve. Faktikisht shqiptarët dhe studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut nuk kanë nevojë për folklorizma dhe për patriotizëm televiziv, në ndërkohë që ata e humbin betejën në tavolinën e vendimmarrjeve. Është për të ardhur keq që në këtë periudhë që ne jetojmë të flasim për diçka shumë elementare, diçka shumë legjitime që u takon studentëve shqiptar, në ndërkohë që gjatë 23 viteve të pushtet të partisë BDI-s apo koalicionit Aki, gjatë gjithë kohës kanë folur për barazi ndërmjet etniteteve në Maqedoninë e Veriut, në ndërkohë që sot fuqishëm studentët dalin dhe kërkojnë një gjë shumë elementare. E po ashtu, zoti Ismani, është kontestuar shumë edhe nga qeveria e Maqedonisë së Veriut roli që ka pasur ambasadori shqiptar atje, zoti Denjon, po nuk e di nëse zoti Mejdani në këtë rast ka pasur përplasje me qeverinë aktuale, si qëndron situata në Maqedoninë e Veriut, si perceptohet atje ndryshe nga se transmetohet në media? Në fakt është drejt legjitime çdo shqiptari, të paktën atij që e ndjen veten shqiptar, që të dalë dhe të solidarizohet me studentët shqiptar, sepse në fund të fundit ata kërkojnë një gjë shumë të legjitimituar që e kemi ne si shqiptar këtu. Unë kam përshëndetur në vazhdimsi, domethënë solidaritetin dhe mbështetjen që ka dhënë ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, biles edhe në përgatitjen e protestave në Shkup që u bën, ai u solidarizu me studentët, mirë po kjo në fakt nuk ju pëlqen pak a shumë partive, disa nga partive politike shqiptare, dhe këtu fakt
qeveria dhe kryeministri gjenë mbështetjen e partive politike shqiptare për të sulmuar apo në mënyrë indirekte për të mos ju pëlqi veprimi i ambasadorit. Është një gjë shumë interesante sepse thash këtu është politizuar edhe protesta dhe këtu është dashur që partitë politike mos futën dhe mos e ndotin protestën me flamujt e tyre politik, duke tentuar dhe që ta defokusojnë të si protestë dhe duke bërë kalkulime elektorale për interesin e tyre në fushatat elektorare në përzgjedhje qofshin ata parlamentare apo lokale. Është një situatë shumë interesante këtu në Maqedoninë e Veriut, sepse partitë politike shqiptare, qofshin ata të pozitës apo opozitës, kanë krijuar edhe dashet pa dashur një fërkim mes politikës së Shqipërisë dhe asaj të Kosovës. Unë për mendimin tim dhe vazhdimisht i kam quajtur dhe në pafundësi do t'i quaj të gjithë politikën, të gjithë kolektivin politik të klasës shqiptare, të gjithë liderët politik të Maqedonisë së Veriut i kam quajtur si politikan parazit. Domethënë, ata politikën e tyre nuk e bazojnë mbi veprimin e tyre politik, por ata gjejnë mbështetje. Partia që është në opozit, koalicioni i Akit gjen mbështetje në Shqipëri tek Edi Rama dhe partitë që janë në pushtet totalisht janë të mbështetur të Albin Kurti. Partia opozitare mendon që me ndihmën e Edi Ramës do të vinë në pushtet, ndërkohë që partitë politike shqiptare në opozit mendojnë që pafundësisht Albin Kurti do t'i mbajë në pushtet. Faktikisht shqiptarët e Maqedonisë së Veriut janë në një mjerim politik, do ta quajet, të cilët momentalisht janë, ta themi, pa zot shtëpie. Domethënë, e gjithë dhe veprimi i ambasadorit të Shqipërisë, i cili ka qenë një gest shumë gentleman, këta filluan të japën kahje politike, sepse thanë më troç, kjo nuk i intereson reagimi i ambasadorit të Shqipërisë, nuk u intereson partive politike që janë në pushtet, sepse nuk duan në mënyrë absolute të prishin Terezin e kryeministrit të tyre Mickov, dhe në ndërkohë që kjo përkrahje ambasadorit shkon, po ta themi, në një lloj mënyre në përkrahje të partisë opozitare, të cilat mendojnë që me solidarizimin e partive, me solidarizimin e protestës së studentëve, mendojnë që do të fitojnë pikë dhe normalisht ata bëjnë kalkulime elektorale. Thonë personalisht, për mua veprimi i ambasadorit ka qenë një gest shumë korrekt dhe mendoj që çdo shqiptar i cili të paktën në qoftë se ndjen veten shqiptar, do të solidarizohej dhe do të dilte në mbështetje të studentëve. Zoti Ismani, po ashtu flitet shumë për një largim të zotit Mejdani si ambasador në Maqedoninë e Veriut. Mendoni që pikërisht kjo është arsyeja, fakti që dolin në mbrojtje të studentëve? Po shihni tani, në qoftë se flasim në detaje dhe në qoftë se bëjmë një analizë të situatës politike këtu në Maqedoni, asnjë arsye nuk ka pasur për largimin e ambasadorit të Maqedonisë, të ambasadorit të Shqipërisë këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Unë mendoj që partitë politike që veprojnë në pushtet dhe veprimi i ambasadorit i cili nuk shkon në interes të këtyre partive, mendoj se iniciativa pikërisht është e tyre, me sa kam informacione që ata po bëjnë një lloj peticioni për të mbledhur disa firma dhe për të larguar. Në qoftë se politika shqiptare e Shqipërisë do të binte në ndikimin dhe provokimin e këtyre partive politike, atëherë unë mendoj që kjo nuk është një sjellje dhe një qasje korrekte. Me sa shoh unë më ngacmuese në raport me ambasadorin e Shqipërisë këtu tek ne, më ngacmuese janë partitë politike shqiptare se sa ata maqedonase. Në fakt, ata mbajnë qëndrimin e tyre, ne tashmë i dim kundërshtimet e tyre në gjatë gjithë këtyre dekadave të kaluara, që ata janë në kundërshtim në shumë aspekte me veprimin politik të shqiptarëve këtu.
dhe them që e gjithë bara, dhe personalisht mendoj që fajësia këtu është e partive politike shqiptare që janë në pushtet. Dhe kur flasëm këtu që tek acarimi, kjo është një lloj acarimi dhe unë mendoj që këta politikanë parazit që janë këtu në Maqedoninë e Veriut, këta dashje pa dashje po fusin në konflikt dhe në fërkime edhe politikën e Shqipërisë dhe asaj të Kosovës. Nëse shohim në detale, shohim që janë bërë dy bloqe politike, një blok që është opozitar nën përkrahjen e politikës së Shqipërisë dhe një politik që është nën përkrahjen e politikës së Kosovës. Dhe prandaj unë personalisht i kam quajtur parazit politik, sepse nuk arrin që ta krijojnë komoditetin e tyre politikën ta veprojnë mbi sjelljen dhe mbi veprimet e tyre politike, por në paaftësi për t'i shtyrë çështje shqiptare më tej, ata janë mbështetur njëra palë tek politikanët e Shqipërisë dhe njëra palë të Kosovës. Në fakt, në vend që ata t'u ofrojnë shqiptarëve, në vend që këta politikanë parazit t'u ofrojnë zgjedhje studentëve, ata janë mbështetur në veprimet e politikanëve të jashtëm, do ta quaja të Shqipërisë dhe të Kosovës. Partitë opozitare pretendojnë dhe shpresojnë që një ditë politika shqiptare e Shqipërisë, konkretisht Edi Rama, me aq ndikim sa ka në Republikën e Maqedonisë së Veriut, një ditë do t'i sjellë në pushtet dhe këta parazit politik që janë në pushtet, këta janë mbështetur tek Albin Kurti dhe gjëra që ata e mendojnë shumë shkurt është që pampunësisht ndikimi Albin Kurti do t'i mbante në pushtet në një periudhë shumë të gjatë kohore. Ta lidhim, domethënë, dalëm tek qasja e ambasadorit të Shqipërisë, zoti Mejdani këtu. Unë mendoj që e gjithë këtë acarim po e krijojnë parazitët politik shqiptar këtu. Dhe absolutisht në qoftë se partitë politike të cilët veprojnë në pushtet dhe në qoftë se ata pretendojnë dhe thonë që kanë një dashuri platonike, do të thoja, në karshi koalicionit dhe partnerit të tjerë të koalicionit Maqedon, siç është VMRO DPMN-ja, në mënyrë absolute nuk do të kishte pse të kish kaq reagime dhe në qoftë se e studiojmë dhe në qoftë se bëjmë një analizë dhe gjatë protestës që ishin në Shkup dhe përkrahjen që e sollën studentët e Tiranës dhe të Kosovës, përkrahjen dhe faktikisht maltretime që u bënin në përkufi, në për autobuza me kontrole, domethënë e gjitha kjo është dobësi dhe paaftësi e partive politike të cilat veprojnë në pushtet. E them këtë qartë sepse ata në mënyrë absolute nuk kanë ndikim në pushtet dhe janë nën direktivën e partisë së VMRO DPMN-s. Unë nuk do të doja dhe nuk do të dëshiroja në mënyrë absolute që këta parazit politik të destabilizojnë edhe politikën në Shqipëri dhe Kosovë. Në qoftë se ne në fakt thellë bëjmë një analizë të kësaj natyra apo të veprimit politik, e gjithë padash, domethënë duam apo nuk duam ta pranojmë, është e qartë që ka një fërkim mes politikës së Shqipërisë në karshi politikës së Kosovës. Dhe të gjithë atë urrëtie apo të gjithë atë fërkim, unë mundoj që burimi i gjithë këtyre fërkimeve dhe gjithë këtyre mos koreksive buron nga këta politikanët e Maqedonisë që në mënyrë absolute nuk kanë se çfarë u ofrojnë popullit këtu në Maqedoni të Veriut, në mënyrë absolute nuk mund të dalen në përkrahje studentëve dhe këtu fusen në mënyrë indirekte indikator, do ta thoja, apo politikan të Shqipërisë dhe të Kosovës, gjë që i çojnë në acarimin e marrëdhënieve të tyra. Unë do kisha publikisht bërë në thirrje që edhe politikanë e Shqipërisë, konkretisht Edi Rama dhe ata të Kosovës dhe më konkretisht Albin Kurti të ulen të diskutojnë, sepse më vjen keq që ata bien pre e provokimeve dhe mos aftësisë apo të politikanëve parazit të Maqedonisë dhe vinë deri në një acarim të marrëdhënieve politike të tjera, kur ne dim shumë mirë që për çdo
situata apo për çdo rast, apo çdo solidaritet i Shqipërisë apo i Kosovës për studentët, do ishte e mirëseardhur për ne. Zoti Ismani, po qasja e koalicionit Vlen, që është edhe pjesë e qeverisjes, si është ndaj studentëve? Ka pasur takime të studentëve me përfaqësues të kësaj force politike, është thënë që do të diskutohet me kryeministrin lidhur me problematikat e tyre, por në çfarë faze jemi? Unë mendoj që është shumë shqetësuese që partitë politike që veprojnë në koalicioni Vlen, që veprojnë në pushtet, është totalisht e paaftur për ta zgjedhur problemin. Në qoftë se ata do kishin forcë për të zgjedhur një problem të kësaj natyre, që unë mendoj është një problem shumë i vogël dhe është një e drejtë shumë elementare e studentëve, mendoj që ata e neglizhojnë në këtë drejtim për ta zgjedhur problemin. Në qoftë se ata do kishin aftësinë dhe ata në qoftë se do kishin forcën që provimin e jurisprudencës ta bënin në gjuhën shqipe, nuk do kishin nevojë që situata të eskalojë deri në këtë mënyrë, saqë të trajtohen edhe studentët në mënyrë shumë barbare nga kontrollet e këtyre që bëshin në Maqedoninë e Veriut. Mendoj që pafësia e tyre, dobësia e tyre dhe ndikimi i tyre në qeveri e ka sjellë këtë situatë deri këtu. Ata dalin me deklarata të ndryshme me pretendime që do zgjidhet ky problem. Mirë, po unë me sa shoh këtu nuk do të kemi një zgjidhje konkrete edhe për një kohë të gjatë. Me vetë faktin që ata po japin prova që nuk kanë mundësi dhe nuk kanë aftësi për ta zgjedhur këtë problem. Në ndërkohë që ata duhet të seriozisht të angazhohen në këtë drejtim, ata merren me partinë opozitare BDI, duke akuzuar që ata për 23 vite nuk i kanë bërë. Dhe këta e mendojnë si një të arritur shumë të madhe në qoftë se do arrin ta bëjnë këtë, dhe në fakt ajo është një gjë shumë elementare, por derisa pretendohet që shqiptarët dhe është e garantuar me marrëveshjen e Ohrit që gjuha shqipe është e mbrojtur me kushtetut, tani po na del një problem shumë i vogël që jo i ringjall edhe temat e vitit të 2001-shit, në fakt edhe të marrëveshjes së Ohrit. Thash, është hipokrizi e madhe që këta aktorë politik të koalicionit të Vlen, që veprojnë në qeveri, dalin flasen me folklorizma, me patriotizëm televiziv, në ndërkohë që nuk arrin që në tavolinë në vendimarrje ta zgjedhin këtë problem. Studentët faktikisht nuk kanë nevojë për sponsor politik, studentët kanë nevojë për drejtësi dhe t'u garantohet e drejta elementare që është provimi i jurisprudencës që ata insistojnë që ta japin në gjuhën shqipe. Për derisa deri në këtë moment nuk kemi të zgjidhur asgjë konkrete, unë mendoj që kjo është një dështim kolektiv i klasës politike shqiptare. A presin protesta të tjera nga studentët? Në bazë të informacioneve, por është edhe shumë legjitime që protestat të vazhdojnë deri në momentin që kisi problem të zgjidhet, dhe mendoj që do të sjellë një komoditet apo një qetësi, sepse është e dhimbshme që studentët të dalin të kërkojnë të drejtën e tyre shumë legjitime dhe shumë elementare. Unë mendoj që në vazhdimsi do ketë protesta derisa kjo siçështje të zgjidhet. Në qoftë se dalin dhe ndëgjojmë deklaratat e aktorëve politik të Vlenit që ky problem do të zgjidhet shumë shpejt, me sa ndëgjova zëvendës kryeministrin që tha që dita ditës pritet dita e njëjtë, dita e premte, ne do të jemi dëshmitar të kohës, do të jemi të durueshëm për t'i pritur edhe pak. Por një gjë është e saktë, studentët do të vazhdojnë me protesta deri në momentin që atyre t'u vihet në tavolinë e drejta e tyre legjitime. Zoti Ismani, faleminderit shumë për këtë analizë tuaj. Faleminderit për komunikimin. Mirëpash. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.